janë vrarë 460 shqiptarë, janë maltretuar, janë pushkatu, vetëm se janë konë shqiptarë dhe janë vorros në lugat i Stogut, aty është ngjitun me i Stog. Lira Demokratike e Kosovës, kur fshati në Vrellë është themelu, është një arsye ndoshta që ka qenë etnikisht i poshtë, fshati i Vrellë. Ka njihen banor të këtij vendi, me qenë se pas ka dhe të ardhën. Po njihen për janë punëtor, janë njerëz kombëtar, domethënë në këtë fshat, këtë ngjarje që janë zhvilluar në komunën e Stogut këtu e 100 vjet mrapa. Këtu kanë fillu. Shumica aty në ngjarjeve, domethënë këtu kanë fillu. Mas luftë dytë botërore, këtu është bërë organizimi kur Miliç Kersta ka vrarë shqiptar në kullën e famshme të popit në Stog. Këtu dy udhëhec fshatit kanë qenë dy shmonja, dy Shmalvicat, një Shmal Bajrami kemë thonë, dhe Shmal Alia, se dhe kanë organizuar fshatin edhe qytetarë tjerë të fshatave përreth të bashkisë lokale, dhe kanë shkuar kanë rrethuar Stogun, edhe kanë urdhnuar udhëhecin, ka qenë një rrugë udhëhece e pushtetit serb atëherë, edhe i kanë thonë apo e ndalë sepse 460 vjet janë vrarë, 460 shqiptarë, janë maltretuar, janë pushkatu, vetëm se janë konë shqiptarë dhe janë vorros në lugat i Stogut, aty është ngjitun me i Stog. Ajo fartoke ku janë vorros. Dhe këta domethënë kanë ndërprejat troshe. Ma vonë, kur është themelu, kur ka fillu lëvizja, Lira Demokratike e Kosovës, kur në fshatin Vrellë është themelu, kur kanë fillu lëvizjet për luftë armatosën, gjithashtu fillesat janë konë këtë fshatin, këtë bashki lokale, këtu që po them, është fshati në cilin gjithçka ka fillu këtu, është një arsye ndoshta që ka qenë etnikisht i poshtë, fshati i Vrellë bashkë me 4 fshata që i ka përreth të bashkisë lokale. Po vetë shqiptara? Prej që e di unë, prej që kam qenë fëmijë, nuk ka serb as malazez, domethënë është në fshata antikisht poshtë që ka qenë arsye edhe pse pushteti i atëhershëm në këto fshata ka investuar më shpak. Edhe kanë mbet mbrapa. Po mas lufte po e shihni ka filluar zhvillimi, ka filluar ndërtimi dhe tash besoj që jemi në rregull. Po përmend që janë të pastër etnikisht, a ka pas nashta ndonjë arsye pse edhe për shembull etnitë e tjera nashta janë friksuar me ardhe këtu? Po jo, ka pas më herët, këtu po unë kam qenë fëmijë që më rri, ka qenë më herët ka pas, po ata nuk kanë mujt me jetu aty ku kanë shumica shqiptarë, s'kan mujt me përballu sepse nacionalizmi serb është i njohur, domethënë ata nuk kanë mujt me po që dikush me udhëheq ata. Këtu në fshat nuk kanë mujt me udhëheq sepse në kanë pakic absolute, ka pas numerikisht në përqindje ka pas shumë pak serb, bile ata që kanë qenë kryesisht malazez, po si përfaqëse toksore këtu nuk ka pas shumë, se ju e dini që Serbia kur ka kolonizuar Kosovën, domethënë tokat më të mira, sipërfaqet më të mira tokë që ka dhënë aty, ka marrë shqiptarë, ka dhënë aty, po këtu s'ka pas ka me morë më dhënë se ka pas fshati i Vrellë ka pas gjithmonë pak sipërfaqe toksore. Thash është fshat me shumë banorë me pak sipërfaqe. Prandaj ata edhe janë kon pak e nuk kanë mujt domethënë me gjetë veten sepse ju e dini që aty ku kanë qenë kanë dashur me dominu. Këtu nuk kanë mujt me pas atë dominancën, edhe pse pushtetin e kanë pas me vete, kanë bën shumë punë të këqija, po megjithatë nuk e kanë një veten mirë dhe njën nga një janë shpenguar dhe kanë shku, kështu që ka më shumë se 50 vite që fshati është etnikisht i poshtë, nuk ka serb as malazez, këtë janë shqiptarë. Një gjë e mirë edhe kjo që shqiptarët nuk janë largu, domethënë prej vendit tyne dhe mja liru hapësirat atyne.